Kryetaria e deleguar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, ka shkarkuar nënkryetaren Sara Goxhaj dhe sekretarin e përgjithshëm Alban Dokushi. Një ditë pas tërheqjes së Erion Veliajt nga urdhri për shkarkimin e saj, kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, ka firmosur 2 shkarkime në këtë institucion. Ristani ka shkarkuar nënkryetaren Goxhaj, e cila në urdhrin e tërhequr nga Veliajt do t'i delegoheshin detyrat e kryetarit. Gjithashtu Ristani ka firmosur edhe shkarkimin e Dokushit. Çfarë ndodhi në Bashkinë e Tiranës? Pas lëvizjeve në Bashkinë e Tiranës, reagoi vetë Erion Veliaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook, duke thënë se pas shkarkimit ishte vendosur të rikthente Anuela Ristani në krye të këtij institucioni. Sipas tij, ridelegimi i kompetencave te Sara Goxhaj ishte keq kuptim, pasi ky emër nuk ishte dakordsuar me ekipin drejtues. Ndërkohë Ristani në një reagim për një emision televiziv tha se nuk është e besuar e Ramës, siç është quajtur, dhe se komunikimin me kryeministrin e ka pasur për herë të parë kur i është deleguar detyra. Pas burgosjes së Veliajt, Rama dhe Anuela Ristani kanë qenë së bashku në disa inspektime dhe inaugurime të punëve të Tiranës.